Vitet e fundit, Kina është bërë eksportuesi i tretë më i madh i armëve në botë, duke premtuar pajisje ushtarake me teknologji shumë të lartë dhe me kosto shumë më të ulët se sa armët perëndimore. Megjithatë, disa konflikte që ndodhen gjatë vitit 2025 dhe në fillim të vitit 2026, që përfshinin Pakistanin, Venezuelën dhe Iranin, treguan se këto armë të lira nuk ishin edhe aq të mira sa u reklamuan. Ja disa shpjegime pse armët kineze po dështojnë në fushën e betejës. Në Pakistan, mburoja u qa gjatë operacionit Sindor. Gjatë majit të vitit 2025, India nisi sulme precize kundër kampeve terroriste dhe baza ushtarake në Pakistan. Pavarësisht mbështetjes së madhe të Pakistanit në teknologjinë kineze, ku rreth 82% e armëve të tij vijnë nga Kina, sistemet mbrojtëse dështuan ta ndalonin sulmin. Në Venezuelë, në fillim të vitit 2026, një bastisje e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kapi me sukses presidentin Nicolas Maduro. Ky operacion ishte një turp i madh për teknologjinë ushtarake kineze. Dhe po ashtu në Iran, në sulmet e fundit SBA, Izrael, mbrojtja ajrore e Iranit e mbështetur shumë nga teknologjia kineze thuhet se u shkatrua. Ato kishin kohën e ngadalt reagimi, ndërsa sistemet perëndimore si Patriot mund të reagojnë në rreth 6 sekonda, sistemet e integruara të Iranit duke përdorur teknologji kineze morën deri në 20 sekonda për të përgjigjur. Në luftën moderne, 14 sekonda është diferenca midis jetës dhe vdekjes. Por pse po dështojnë armët kineze? Analistët tregojnë 4 arsye kryesore pse armët kineze po përballen me vështirësi në skenare të luftës reale. Në një janë kufizimet e verzionit të eksportit. Kina shpesh e mban teknologjinë më të mirë për ushtrinë e saj. Verzionet e shitura vendeve të tjera janë shpesh të degraduara dhe u mungon softveri i sofistikuar i nevojshëm për të luftuar kërcënimet moderne. Pastaj është mungesa e testimit në beteja. Shumica e armëve perëndimore dhe ruse janë testuar në dekada luftimesh të vërteta. Shumë sisteme kineze janë testuar në laborator ose janë shfaqur në parada, por deri më tani nuk janë përballur me një armë këtë teknologjisë së lartë. Po ashtu është inxhinieri e dobët, nga motorët e raketave jo konsistente deri te softveri me defekte, hardware-i shpesh vuan nga kontrolli i dobët i cilësisë. Çmimi i lirë shpesh vjen me kostën e besueshmërisë. Dhe po ashtu integrimi i dobët. Një mbrojtje moderne ka nevojë për pjesë të ndryshme, radar, raketa, qendra komande, për të komunikuar me njëra tjetrën menjëherë. Sistemet kineze shpesh kanë vështirësi të sinkronizohen me teknologji të tjera, duke krijuar boshllëqe që armiqt mund të shfrytëzojnë. Për shumë vende, armët kineze shiheshin si një mënyrë e zgjuar dhe miqësore me buxhetin për të ndërtuar një ushtri të fuqishme. Megjithatë, dështimet e fundit në Pakistan, Venezuelë dhe Iran sugjerojnë se pajisjet me kosto të ulët mund të çojnë në një humbje me kosto shumë më të lartë. Si rezultat, Kina kohëve të fundit po përballet me një krizë besueshmërie në tregun global të armëve.